Sot po nisim ditën nga aty ku ka nis rrugtimi i Altrejt, pikërisht nga Drenasi për të përmbledhur në një historik të shkurt për kompaninë Altrejt, aty ku filloi vizioni për një të ardhme moderne. Në kuadër të projekteve ndërtimore, Altrejt është duke realizuar edhe këtë qendër tregtare. Altrejt tashmë ka disa pika të cilat njihen për këtë rajon, por kjo qendër tregtare pritet të shërbejë si lokacion i blerjeve dhe konsumimit. Në këtë qytet që po rritet çdo ditë po merr formë një koncept i ri jetese, Drenasi Residence, një projekt që ndërthur arkitekturën bashkëkohore me qetësinë dhe funksionalitetin që kërkon familja moderne. Ky kompleks që po e shohim ka qasje direkte në magjistralin Drenas-Skenderaj dhe është afër qendrës dhe të gjitha institucioneve lokale, gjë që po e bën të përshtatshme për një jetesë praktikisht më të lehtë. Objektet janë ndërtuar në atë formë që të ketë sa më shumë ndriçim natyral, organizim dhe një strukturë moderne të banesave edhe një ambient komod familjar. Në Fushë Kosovë, Altrejt po zhvillon lagje të reja duke ofruar zgjidhje sipas mundësive dhe nevojave të secilit. Ky kompleks që po e shihni linda në Bresje sjell kombinimin mes qetësisë dhe lidhshmërisë me qytetin. E dallon hapësira, gjelbrimi, zonat e lojrave që po ndërtohen për fëmijë dhe ambienti që krijon reati për familjet. Ndërsa linda 20, 21, 22 dhe 23, të vendosura më në qendër të Fushë Kosovës, ofrojnë lokacion strategjik që lidh direkt afër rrugët kryesore, transportin publik, shkollat dhe qendrat tregtare. Çfarëdo që preferoni, zgjidhja gjendet në gamën e shumëllojshmërisë së projekteve dhe komplekseve banesore Linda. Nga Drenasi e Fushë Kosova kalojmë edhe te projekti më inovativ i Altrejt, ky i Linda Premium Residence. Projektuar për ata që standardin e lartë të jetesës e kanë prioritet, luks dhe cilësi në çdo apartament me arkitekturë më ndryshe dhe modele të veçanta të strukturës së brendshme. E përpos kësaj në këtë kompleks gjenden edhe disa lokale afariste të përshtatshme për çdo biznes. Një hapësirë që ofron siguri, është afër qendrës së kryeqytetit si dhe QKUK-s, e po ashtu ka qasje në autostradën kryesore që të lidh direkt me Veternikun. Altrejt ju sjell stilin e jetesës që e meritoni në 3 qytete, shumë projekte dhe një vizion. Së bashku jemi të lumtur.